Pra, në këtë kuadër, Irani, a është vërtet sot që ne flasim se rezultat edhe i luftës fundit përmes sulmeve asimetrike në vendet e gjirit dhe përmes bllokimin ngushtisë së Hormuzit, një fuqi e katërt botërore? Jo. Dhe Amerikës i ka dhënë kontrolli? Nuk ka shanse Irani të fuqi e katërt. Ke vende si India, ke vende si Pakistani, ke vende që janë shumë herë më të fuqishme se sa Irani në kuptimin e projektimit të forcës ushtarake. Vetëm gjë që bën Irani në këtë rast ka qenë fakti i bllokimit të ngushtisës. Nga ana tjetër, pati edhe një kundër përgjigje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili vendosën bllokatë porteve iraniane. Edhe tashmë u bë, po themi, bllokatë dyfish, sepse është bllokatë e Iranit po ndërkohë që është bllokatë e Iranit, në ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke rritur eksportet e tyre, janë duke bërë lek në këtë moment që po flasim. Shumica e trafikut është devijuar për në gjirin e Meksikës, në cilën rafineritë e naftës amerikane, ato që janë zonën e Teksasit kryesisht, janë javës kaluar ishte mesatare ishte rreth 5 milion fuqi në ditë. Do të thonë eksportim të naftës në produktet e saj dhe sa vjen e rritet si sasi eksportuese. Pra, ato që bota po humbet në zona, në mungesa e trafikut në atë zonë, janë duke e zëvendësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë duke bërë lek në këtë moment që flasim. Dhe në këtë moment që flasim, Irani, në ky bllokim që i bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, porteve iraniane, humbet rreth 435 milion dollar në ditë, dhe që i bie, po themi, 12 miliard dollar në muaj, pak a shumë, a më tepër se aq. Dhe vetëm që humbet këtë, problemi është fakti tjetër, nëse ti nuk arrin të shesësh naftën, ti duhet ndalosh prodhimin, duhet mbyllësh puset. Dhe është proces shumë i rrezikshëm të mbyllësh pusin, se mund edhe të mos rihapet më pusi pastaj. Pra ti nxjerr jashtë loje gjithë industrinë tënde. Dhe nuk është vetëm industria po themi puseve të naftës apo fushave të gazit, është edhe pjesa tjetër që ka të bëjë me ekonominë, sepse është bllokuar porti në total. Pra janë bllokuar dhe shkëmbimet e mallrave. Dhe nuk do të harruar që Irani kishte, po themi, edhe para se të fillonte kjo situatë, kishte një inflacion që ishte inflacion i frikshëm. Jam dakord me elementet që ju parashtroni dhe natyrisht janë fakte objektive, por ka dhe një anë tjetër të medaljes, faktën siç kanë raportuar me dyme të ndryshme botërore, ishte një prezantim bindës i Netanyahu dhe shtabit të tij, i cili e shtyu presidentin Trump të bënte një sulm, ai quajti kirurgjikal, duke nxjerrë jashtë loje rreth 220 aktiv, domethënë zinxhirin ushtarak politik të Iranit. Por kjo gjë nuk solli rënien e regjimit, sikur ishte paralajmëruar nga shumë strategjistë. Në fakt është zor që do një regjim të bjerë nga sulme nga jashtë, më tepër një vend me 90 milion banor dhe një vend që është i papushtueshëm gjeografikisht, në historinë e tij të paktën, të arrinte të përmbysej sikundishte pritshmëria e shitur në prezantimin e Iranit. Po është pushtuar në 42-shin, herën e fundit që është pushtuar. Ka qenë britanikët. Pa ajo nuk qe. Jo, e mundën tamam me trupat çuan ekspedit në 1942-shin. E mundën. Pra nuk bëhet fjalë për një pushtim klasik që të kalojë. Pushtim klasik thyen në betejë klasike, thyen ushtrinë iraniane. Ka qenë britanikët dhe sovjetikët. Sepse kishin hallin se mos Irani bashkohesh me Hitlerin, pra me aksin e pastaj ishte konferenca e Teheranit. Dhe konferenca e Teheranit u ndodh aty sepse ishin trupat britanike dhe trupat sovjetike ishin brenda në territor. Pra nuk është kjo pritshmëri kaq optimiste. Se në këto që dëgjoj këto për radhë, Irani është pushtuar shumë herë në fushën e vet, ta themi këtë. E ka pushtuar para Aleksandrit Madh që i ka dhënë një dru si kështu. E kanë pushtuar mongolët, e kanë pushtuar arabët, e kanë pushtuar çfarëdo lloj force që ka pasur nerva të futet atje. Nuk ka asnjë vend në botë i cili është i papushtueshëm. Vetë Britania ka qenë e pushtueshme. Është pushtuar Britania. Ndoshta me përshtytje Japonisë. Dhe Japonia humbi luftën e dytë botërore.